Më 28 nëntor 1997, para syve të gjithë botës, ushtria qlirimtare e Kosovës doli hapur për herë të parë. Por një ditë, nga gjeni këti populli, lindi ushtria për qlirimin e Kosovës si e vetë një forcë serioze për realizimin e idealeve. Recep Selimi, Daut Haradinaj dhe Muj Krasniqi e ndërmarrën këtë hap në varrimin e mësuesit të shkollës së Llahushës, Halit Geci. I vrara së kohë nga forcat serbe. Dalja e UÇK-s u bë me 28 nëntor, në të njëjtën ditë kur ishte shpall pavarësia e Shqipërisë më 1912. Ajo shënoi pikëthese në historinë e Kosovës dhe tronditi regjimin serb. Shqipërinë e duar se jam shqiptar, Kosovën e duar se jam kosovar. Të pajisur me uniforma e armë, u bë e ditur se populli i Kosovës nuk do të nënshtrohej më. Mes tymit të luftës dhe krismave që nuk pushonin, kjo shfaqje e tyre ishte sinjal i qartë se rezistenca ishte organizuar, e vendosur dhe e pandalshme. Dalja ngjalli shpresë të madhe tek shqiptarët, ndërsa në Beograd shkaktoi frikë dhe tension. I have no doubt that the Serb military was afraid of them. 28 nëntori 1997 mbetet një nga ditët më simbolike të rezistencës sonë, dita kur UÇK-ja u shfaq para botës dhe ndryshoi rrjedhën e historisë. Shënjestër.net